Kerim ashtu si që cek edhe të është një temë e rrallë pak. Edhe nuk nga ka ndodhë që shpesh të ndim për ta. A mundesh pak me na i spjegun pika trasha se çka është prezumimi i pafajësisë? Shipe, temën prap e them që i ke prezgjedhur një temë që është shumë e rëndësishme, sidomos për disiplinat juridiko-penale, pasi që kjo temë, kjo institut, unë do ta quaj institut, Instituti i prezumimit të pafajësisë është një institut i cili evoluimin e drejtësisë, sidomos disiplinën juridiko-penale e përcjell qysh prej historikut dhe zhvillimit të drejtësisë ose temave juridiko-penale, domethënë prej kohës, prej mesjetës, ku aspekti kriminologjik, aspekti penal nuk ka qenë edhe në atë formë të zhvilluar, faza e inkvizicionit, ku në popull njihet si faza ku gjykatësi të akuzon, gjykatësi dënon. Prej asaj kohë, domethënë me zhvillimin, me evoluimin, me aspektet e zhvillimeve demokratike, Instituti i prezumimit të pafajësisë vazhdimisht e përcjell zbatimin, jetësimin e drejtës penale, posaçërisht drejtës procedurës penale. Unë domethënë para se me e përmenda definicionin që njihet në popull se çka është prezumimi i pafajësisë, kisha dashur domethënë me tregu se me këtë institut ose me këtë kategori kushtetuese domethënë jep një impakt jashtëzakonisht të madh zhvillimit të drejtës penale dhe drejtës procedurës penale, e në popull njihet si prezumimi i pafajësisë. Çka është në esencë prezumimi i pafajësisë? Është domethënë askush nuk mund shpallet i fajshëm derisa nuk ka aktgjykim të plot fuqishëm. Çka do të thotë kjo? Domethënë kur ka një procedurë juridiko-penale për një protagonist konkret, domethënë presupozimet është që është ky një vepër penale, mirëpo askush nuk ka drejt ta gjykon, ta linçon ose ta diskrediton personin në fjalë para se të ketë aktgjykim të plot fuqishëm. E derisa të vjen te aktgjykimi i plot fuqishëm, është një procedurë bukur e gjatë, domethënë bukur e gjatë e procedurës penale, procedurës parapenale deri te finalizimi i kësaj procedurës. Domethënë definicioni që mësohet nëpër librat, prezumimi i pafajësisë domethënë paraqet është një institut i cili domethënë askush nuk mund të shpallet i fajshëm derisa nuk ka aktgjykim të plot fuqishëm. Plot fuqishmëria e aktgjykimit është kur një aktgjykim gjyqësor nuk mund të rrëzohet me mjete të zakonshme ose mjete të jashtëzakonshme juridike. Domethënë kur të finalizohet procedura komplete një procedurës penale, atëherë instituti i këtij prezumimi i pafajësisë bjen në ujë edhe shpallet një person si i fajshëm.